Në mbrëmje nisi dhe raundi i tretë dhe i fundit i ndeshjeve të fazës së grupeve në Euro 2016. Vëmendje të gjithë shqiptarëve do të jetë sfida mes kombëtares Kuqezi dhe asaj të Rumanisë, një ndeshje që do të vendosë edhe çështjen e kualifikimit për në raundin e mëtejshëm. Shqipëria i ka humbur 2 ndeshjet e para ndaj Zvicrës e Francës, e megjithatë ka ende mundësi që të vijojë rrugëtimin e saj në këtë europian. Kuqezive u duhet një fitore me gola ndaj skuadrës së Jordaneskut për të siguruar vendin e tretë, e më pas të presë rezultatet e grupeve të tjera për të shpresuar në një përfshirje mes 4 ekipeve më të mira të vendeve të treta, që do të kualifikohen në 1/8 e finaleve. Rumania nga ana e saj mund të kualifikohet edhe si e dyta e grupit nëse fiton ndaj Shqipërisë, por duhet të shpresojë në një fitore të thellë të Francës ndaj Zvicrës. Në krahun tjetër, Franca ka siguruar tashmë kualifikimin mes 16 më të mirëve të Euro 2016, ndërsa ajo që kërkon është të përfundojë këtë fazë në vendin e parë, objektiv ky për të cilin i mjafton edhe barazimi ndaj Zvicrës.